mos harroni me 10 qershor. Është data më e jashtëzakonshme. 148 vjet më parë u ndodh lidhja shqiptare e Prizrenit, shqiptare nga gjitha trojet, nga veriu në jug, nga Çamëria e Malëzit Kosova u ndodhe për një qëllim. Shqipëria mbi të gjitha. Babalarët e kësaj lidhje shkrin pasurinë e tyre për Shqipërinë. Abdel Fashi shkriu pasurinë për Shqipërinë. Ndaj ta çojnë përpara amanetin e tyre. Shqipëria e shqiptarëve, jo tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo tradhtarëve. Atëherë do të jap një super artiste që ka mbështetur çdo ditë protestën tonë. Është një artiste e mrekullueshme sepse me shpirt dhe me zemër është këtu, jo vetëm në rrjetet sociale, por dhe fizikisht. Do të jap fjalën Dojna Metës. Dojna, jeni absolutisht njerëzit më frymëzues që kam parë ndonjëherë dhe jeni shpresa e një Shqipërie të re. Ne nuk heshtim, ne nuk dorëzohemi dhe me gjitha, ne nuk thuajmë investimesh me të ardhmen tonë. Zëri ynë është më i fortë se kur, dhe dini pse? Sepse kur shqiptarët bëhen bashk, nuk ka para, pushtet që ja mbyll dot gojën. Ne jemi këtu për të gjithë shqiptarët që u dhëm toka e tyre, e nuk e shohin dot të shiten si të ishte mall tregu. Ne jemi këtu për të gjithë ata të cilët u detyruan të linin vendin e tyre. Ne jemi këtu për të gjithë ata studentë të cilët shkuan gjetkë, shkuan jashtë Shqipërie për të marrë arsimin një të ardhmen më të mirë. Ne jemi këtu gjithashtu për gjithë ata të cilët duan të jetojnë në një shtet normal, në një shtet ku ujë e drita 24 orë nuk është luks dhe të kurohesh brenda vendit tënd. Pa të dashur të shitur shtëpinë nuk është gjithashtu luks. Por me gjitha ne jemi këtu për fëmijët tanë, të cilët meritojnë një Shqipëri të pacaktuar, një Shqipëri të plotë nga veriu deri në jug. Një Shqipëri të re. Ju luta mos përçani dhe mos vini pre e provokimeve, të gjithë bashkë të tregojmë qytetari, ashtu siç kemi bërë që nga dita e parë në këtë protestë, sepse vetëm kështu do të ndërtojmë Shqipërinë tonë, Shqipërinë e shqiptarëve, Shqipërinë e re. fjalë zemre, fjalë shpirti. Atëherë, më duhet përpara se ta mbaj fjalën Poçi Rallës dhe një të bëj thirrje. Ju lutem, qetësi, jemi gjithë për një qëllim përbashkët. Tu nuk ka përçarje, ju lutem jo korreve raciste. Tu jemi për një qëllim përbashkët për të rrëzuar te që ka okupuar godinat e popullit shqiptar. Sot do kemi pak fjalime. Kjo sepse ka nalur kërkesa të jashtëzakonshme që ketë sa më pak fjalime në mos ngjajme mitinget e partive. Ndaj do ju lutesha, kisha mirë kuptimin tuaj, do kemi thjesht 5 fjalime në ditë dhe pastaj secili është i lirë në mënyrë të decentralizuar, të flasë, të ushtrojë, të thotë thirrje, parulla, është i lirë. Po, tash do të jap fjalën një student ekselence, është inxhinier i shkëlqyer në Gjermani, inxhinier i Teslës. Ka një mesazh për studentët shqiptar. Përshëndetje Shqiponja e Flamingo! Ne të javë të përqishme
protestash, kasta e korruptuar politike e kuptoi se ka ardhur fundi. Kjo lëvizje pati efekt menjëhershëm. Zvërneci u shirua dhe zëri popullit u dëgjua. Tani ka ardhur koha që lëvizjen tonë ta çojmë në një shkallë tjetër. I frymëzuar nga ju, kam krijuar këtë manifest të titulluar Fundi i tranzicionit të Shqipërisë. Ai vazhdon kështu. I pëjthirje, institucioneve të pakapura, si forcave të armatosura dhe institucioneve të sigurisë që të mbrojnë integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë, sepse po kryhet tradhti kombëtare. I pëjthirje, flotës shqiptare, krenarisë së prigjeve në data 3 artikull, të rrethoj Sazanin, shqiptar të Atlantos, pasi vendi po hyn në gjendje të jashtëzakonshme. I pëjthirje shpakut PKH-s të hetojnë në mënyrë të pavarur Edi Ramën për çdo ndikim politik, ekonomik apo administrativ mbi përdorimin e pasurive publike dhe zonave strategjike, përfshirë Sazanin dhe Zvërnecin. Veprimet dhe deklaratat e këtij njeriu janë të nivelit të Esad Pashës. Po ashtu, duhet të thonë Sali Berisha dhe familja e tij të hapen dosjet që lidhen me statusin e tyre non grata nga SBA-ja, partneri ynë më i madh strategjik që të qeloi Shqipërinë në 1920 dhe shtetin e dytë shqiptar Kosovën. Ky uzurpator ish sekretar partie non grata duhet të lërë postin e opozitës. Opozita është këtu! Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarëve është e Zotit e Mikut, tha. Krye Palacoja. Dje. Si guxon ky? Sipas Instatit, në 2022 kanë ikur 5 shqiptarë në orë. Ai ju thret juve delirant. Saliu nga ana tjetër thot ta çajmë neve Sazanin. Unë them se ka ardhur koha që Rama dhe Saliu ta çajnë lirin.